Mendimi është se 5, 6 dhe 7 morsi dhe masakrat në Kosovë që u zhvillu, ja dhanë vullën e shtetit Kosovës. Andaj, me këto masakra, me epopen, tash që vequjmë 5, 6, 7 morsit, fitumë edhe meqët dërgëmtare. Po, Zëri Rustemi? Po, 5, 6 dhe 7 morsi, dhe me thonë fillimi i luftës në Prekaz, 5 mars ka fillu rrëthimi i Lozës Jashari, përgjithësi, po sëqerisht komandantit legendar Adem Jashari, 5, 6, ato ka fillu lufta 30 rështasi, dhe thëmë 5, 6 dhe 7 mars, të thëtë në atë kohë, ka qenë rrëthimi hekurt i Lozës Jashari, ku janë bi 50 dëshmorë të vrava ato, faktikisht 22 antarë të familjes të ngusht, familjes Jashari, dhe edhim gjithë që ato nga aj rrëthim, nga aja luft që u bo, dhe me thonë, vetëmit janë që është pështu me besarta, që ka qenë edhe është sot, edhe bashkimi i cili, dhe me thonë, bashkimi Jashari, i cili ka qenë rreth, edhe u shpëtu për rrethit, ka shpërthyr rrethit dhe u dollë të sot është, dhe me thonë, general në Kushërben në FSK. Në FSK, po. Do të vazhdojmë se bisedë në studio, por e kemi edhe Zëri Sopi në linë direkte. Faleminderit që je me ne, Zëri Sopi. Fillimisht ka pasur një reagim nga ju për çështjen e seancës. Ta sqarojmë këtë, çfarë ndodhi, pra nuk keni marrë fare ftesë që të jeni pjesë e kësaj seance, apo si ndodhi kjo? Përshëndetje juve. Po, është e vërtet, ne nuk kemi pas do një ftesë për të marrë pjesë në seancën solemne të Kuvendit të Republikës Kosovës dhe në orët e vona pas reagimit tonë sot se pse ka ndodhur ajo, kemi marrë një kërkim falje nga Sekretaria e Kuvendit se ku thonë se është bërë gabim dhe do të kanë harru që të naftojnë në një ditë ku mas e tepërmi ju takon veteranëve, invalidëve dhe familjarëve dëshmorëve që të jenë prezent në një mbledhje ose në një takim ku flitet për epopejën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në dallim nga kjo, ne kemi marrë pjesë sot në pothuajse në të gjitha kuvendet komunale kemi pas ftesa, sepse organizimi ynë është edhe në për komuna. Dhe sot vetë unë kam qenë pjesë e mbledhjes solemne në Kuvendin Komunal të Prishtinës,